Hapen për qarkullim 7.5 km e parë të segmentit rrugor Elbasan-Qafthan, pjesë e korridorit të 8. Procesi i rivlerësimit të pronave u ka kursyer qytetarëve shqiptar afro 120.5 milionë euro deri në fund të muajit korrik. Sipas një studimi, bulevardi Ri Don Bosco, Astiri Lungomarja, Durrësi dhe Golemi janë zonat me potencialin më të madh. Shqipëria ka përfituar më shumë financime nga Bashkimi Evropian prej 212.8 milionë eurosh në kuadër të planit të rritjes të Ballkanit Perëndimor. Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi sërish së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Ditën e sotme është hapur për qarkullim 7.5 km e parë të aksit rrugor Elbasan-Qafthan, pjesë e korridorit të 8, ndërkohë që sipas ARSH-s, ky segment është rrit nga dalja e fshatit Labinot Fush deri në fshatin Mirak. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar hapjen për qarkullim të 7.5 kilometrave të parë të projektit për zgjerimin e rrugës Elbasan-Qafthan, pjesë e korridorit 8. Segmenti i hapur shtrihet nga dalja e fshatit Labinot Fush deri rreth 500 metra pas fshatit Mirak dhe tashmë është i aksesueshëm me 2 korsi në secilin drejtim. Sipas ARSH-s, hapja e këtij segmenti pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin, të rrisë sigurinë rrugore, të shkurtojë kohën e udhëtimit dhe të lehtësojë transportin e udhëtarëve dhe mallrave në një nga akset më të rëndësishme të vendit. Investimi është pjesë e projektit të zgjerimit të rrugës Elbasan-Qafthan, një prej segmenteve kyçe të korridorit 8, që synon të modernizojë lidhjen rrugore mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe të afrojë atë me standardet evropiane. Deri më tani qarkullimi në këtë pjesë të rrugës kryhej vetëm në njërin anë të aksit, ndërsa shpronësimet e miratuara nga qeveria mundsuan hapjen e plotë të trafikut në segmentin e parë. Ndërkaq më herët ARSH ka bërë me dije se përfundimi i plotit të 8 fazave të projektit synohet brenda dhjetorit 2027. Paralelisht gjatë këtij viti pritet të nisë dhe zbatimi i fazës së 9 të projektit, ku përfshihet ndërtimi i tunelit të Hotolishtit. Ky investim do zgjidh problematikën e krijuar nga projekti fillestar, i cili e ndante fshatin në 2 pjesë dhe u kundërshtua nga banorët. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur 2 procedura prokurimi me një fond limit prej 2.5 miliard lekësh për përmirësimin e akseve rrugore në 12 qarqe të vendit. Ndërhyrjet do të përmirësojnë akse rrugore që kanë dëmtime në shtresat asfaltike. Me një fond limit prej 2.5 miliard lek, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur 2 procedura prokurimi për përmirësimin e akseve rrugore në 12 qarqe të vendit. Secili prej tenderëve ka një fond limit prej 1.25 miliard lekësh. Njëri projekt përfshin qarqet Elbasan, Korç, Berat, Vlorë, Fier dhe Gjirokastër, ndërsa tjetri mbulon qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Dibër. Sipas dokumenteve shoqërues, ndërhyrjet do përfshin akse rrugore që kanë dëmtime të shtresave asfaltike ose probleme që pengojnë qarkullimin normal të automjeteve. Objektivi është përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës rrugore, rritja e sigurisë së lëvizjes dhe lehtësimi i aksesit drejt zonave me potencial ekonomik dhe turistik. Sipas raportit teknik, ndërhyrjet do përcaktohen në bazë të gjendjes së secilit segment, teksa këta të fundit do të përcaktohen nga bashkitë sipas nevojave. Specifikimet teknike përcaktojnë gjithashtu standardet që duhet të zbatohen gjatë realizimit të punimeve, përfshirë organizimin e kantierit, kontrollin e cilësisë së materialeve, menaxhimin e trafikut, mbrojtjen e publikut dhe të mjedisit, si dhe respektimin e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të ndërtimit. Procesi i rivlerësimit të pronave u ka kursyer qytetarëve shqiptar afro 120.5 milionë euro deri në fund të muajit korrik të këtij viti, ndërsa të ardhurat në buxhetin e shtetit llogariten në rreth 53 milionë euro. Qytetarët shqiptar kanë kursyer rreth 120.5 milionë euro nga reduktimi i tarifave tatimore të pasurive të paluajtshme, si rrjedhoi e zbatimit të procesit të rivlerësimit. Sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, nga momenti i nisjes nga zbatimi i ligjit në muajin prill, individët dhe bizneset kanë përfituar nga procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme me 5%, duke mos paguar në buxhet afro 120.5 milionë euro, duke ulur kostot fiskale dhe duke përfituar nga lehtësitë ligjore në fuqi. Nga ana tjetër, të ardhurat e gjeneruara nga procesi i rivlerësimit kapin shifrën e 5 miliard lekëve ose 53 milion eurove, çka dëshmon interesin e lartë të qytetarëve për këtë proces, duke kontribuar njëkohësisht edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Duke marrë në konsiderat faktin se në procesin e fundit të rivlerësimit në vitin 2022, të ardhurat e arkëtuara ishin 5.6 miliard lek,
Qeveria parashikon që të ardhurat nga ky zë në përfundim të procesit të rivlerësimit të jenë akoma më të larta, ndërsa vetëm në muajin qershor 2026 janë argëtuar rreth 10 milion euro. Ligji u jep të drejtën qytetarëve që të rivlerësojnë pasuritë e tyre të paluajtshme me një normë tatimore prej 5%. Afati për kryerjen e rivlerësimit përfundon më 31 dhjetor 2026, por kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për të cilat janë kryer pagesat e tatimit, por nuk kanë përfunduar procedurat administrative nga ASHK-ja, brenda datës 31 dhjetor 2026 konsiderohen objekt rivlerësimi sipas këtij ligji dhe procedurat administrative përfundojnë deri më 31 mars 2027. Gjithashtu ligji u jep të drejtë edhe personave juridik të cilët kanë të regjistruar në pasyrat e tyre financiare pasuri të paluajtshme me vlerë më të vogël se ajo e tregut, që të bëjnë rivlerësimin me vlerën e tregut të këtyre pasurive brenda datës 31 dhjetor 2026. Rivlerësimi mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme, nga institucionet përkatëse ose nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Sipas një studimi të kryer së fundmi nga Investropa, Bulevardi i Ri Don Bosco, Astiri, Lungomarja dhe Durrësi me Golemin janë zonat me potencialin më të madh për rritjen e kërkesës me qira. Megjithatë, oferta e lartë e banesave mund të kufizojë fitimet nga investimi. Bulevardi i Ri, Don Bosco, Astiri, Lungomare dhe Golemi po shihen si zonat me potencialin më të madh për rritjen e kërkesës për qira. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri vijon të transformohet, ndërsa zhvillimi i lagjeve të reja dhe investimet në infrastrukturë po ndikojnë gjithnjë më shumë në kërkesën për prona me qira. Megjithatë, jo çdo zonë në zhvillim përkthehet automatikisht në një investim fitimprurës. Sipas një studimi të Investropa, këto zona po përfitojnë nga ndërtimet e reja, zgjerimi i rrugëve, shtimi i shërbimeve dhe përmirësimi i infrastrukturës urbane, faktorë që i bëjnë më tërheqëse për banorët dhe investitorët. Studimi e konsideron Bulevardin e Ri si historinë më të spikatur të zhvillimit në Tiranë. Megjithatë, kthimi neto nga qiraja mbetet në nivele mesatare, rreth 3.3% për apartamentet me një dhomë gjumi dhe 3.7% për ato me 2 dhoma gjumi. Don Bosco nga ana tjetër vlerësohet si një zonë më e qëndrueshme për investime, fal numrit të lartë të ndërtesave të reja dhe aksesit të mirë në qendrën e kryeqytetit. Sipas analizës, kjo e bën zonën më të përshtatshme për investitorët që kërkojnë stabilitet afatgjat, sesa kthime shumë të larta nga qiraja. Në Bregdet, zhvillimet e reja në Lungomarën e Vlorës si dhe në Durrës në Golem pritet që të mbështesin kërkesën për prona me qira, të nxitura edhe nga zgjerimi i turizmit. Megjithatë, studimi paralajmëron se rritja e ofertës mund të shtojë konkurrencën, veçanërisht për apartamentet standarde që nuk ofrojnë avantazhe si pamja, pozicioni apo menaxhimi profesional. Sipas Investropa, momenti i investimit mbetet vendimtar. Zonat në zhvillim mund të ofrojnë mundësi të mira përpara se përmirësimet të reflektojnë plotësisht në çmimet e pronave, ndërsa blerja në një treg me shumë ndërtime të reja dhe çmime tashmë të larta mund të ulë fitimin. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur hapjen e garës për investime për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi në zonat e Ekopark Durana në Belsh. Fondi limiti për llogaritur është 333 milion lekë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e garës për investime për ngritjen e produkteve turistike në zonat e reja me potencial zhvillimi, zona e Ekopark Dumria në Belsh, pasurim me funksione të reja, park social, edukativ dhe kulturor. Fondi limit i përllogaritur është 333 milionë 143 mijë lekë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky investim synon ta kthejë parkun në një destinacion modern të turizmit natyror, edukativ dhe rekreativ. Ndërhyrja do të zhvillohet në zonën e liçeneve të Belshit përgjatë bregut verior të liçenit të Marinës, një prej pikave më të rëndësishme të sistemit liçenor të Dumres. Projekti mbështetet mbi karakterin natyror të zonës, duke synuar zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, pa cënuar peizazhin ekzistues. Koncepti i ri e shndërron Ekopark Dumreja në një park social, edukativ dhe kulturor, ku vizitorët do të kenë mundësi të kombinojnë pushimin në natyrë me aktivitete sportive, rekreative dhe programe edukimi mjedisor. Sipas dokumentit, parashikohen zona të reja akomodimi me glamping, camping dhe shtëpi të ngritura mbi pemë të integruara me mjedisin natyror. Projekti përfshin ndërtimin e 14 tree houses të projektuara për të akomoduar deri në 84 vizitor, si dhe 14 çadra moderne safari glamping të pajisura me të gjitha kushtet për përdorim gjatë gjithë vitit. Një pjesë e rëndësishme e investimit lidhet me krijimin e hapësirave për edukim dhe aktivitete komunitare.
Në park do të ndërtohen klasa modulare në natyrë, sera edukative, mini firma didaktike, pavione shumë funksionale dhe një sallë me kapacitet deri në 250 persona për aktivitete kulturore, trajnime dhe evente. Projekti parashikon gjithashtu ndërtimin e një amfiteatri të hapur, ku do të zhvillohen aktivitete turistike dhe kulturore, si dhe krijimin e një zone të dedikuar për aventurë dhe edukim në natyrë për fëmijë dhe grupe shkollore. Për të pasuruar ofertën turistike, Eko Park Dumria do të ketë një pishinë gjysmë olimpike, restorant, pedonale, zona pikniku, këmbë lojrash, fusha sportive dhe paintball, ndërsa ziplanet ekzistuese do të vijojë të jetë një nga atraksionet kryesore të parkut. Sipas projektit arkitektonik, ndërhyrja do të realizohet me materiale natyrore, si dru dhe gur lokal, duke përdorur teknologji ekologjike, energji të rinovueshme dhe sisteme të qëndrueshme për menaxhimin e ujit dhe mbetjeve. Objektivi kryesor është krijimi një destinacioni të ri turistik me standarde bashkëkohore që tërheq vizitor ventas dhe të huaj. Qeveria shqiptare ka krijuar lehtësi për makineritë dhe pajisjet që importohen për qëllime ushtarake, duke i përjashtuar ato nga TVSH-ja në import. Përfitues janë kontratat e investimit mbi 500 milion lekë dhe subjektet e licencuara nga Ministria e Mbrojtjes në vendin tonë. Qeveria ka hetur një hap tjetër në mbështetje të sipërmarrjes inovative. Në fletorin zyrtare janë publikuar ndryshimet në strategjinë e zhvillimit të biznesit dhe investimeve 2021-2027, të cilat parashikojnë krijimin e Fondit Shqiptar të Inovacionit. Ky fond synon të adresojë mungesën e financimit me të cilën përballen startupet dhe ndërmarrjet shqiptare që kanë kaluar fazën fillestare të zhvillimit dhe kërkojnë kapital për të zgjeruar. Sipas dokumentit, instrumenti do të kombinojë grantet e pakthyeshme me investimet në kapital, duke nxitur bashkëfinancimin mes shtetit dhe investitorëve privat. Qëllimi është që kapitali publik të shërbejë si katalizator për të tërhequr më shumë investime private dhe jo të zëvendësojë ato. Fondi do të projektohet dhe zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit përmes agjencisë Innovation for Albania, duke u mbështetur edhe në përvojën e shpërndarjes së 12 milionë eurove grante gjatë 3 viteve të fundit. Dokumenti parashikon që fondi të menaxhohet sipas modeleve të Bashkimit Evropian, me ndarje të qartë mes mbikëqyrjes strategjike dhe vendimarrjes për investimet, me synimin për të garantuar transparencë, meritokraci dhe pavarësi nga ndikimet politike. Ndërkohë, madhësia e fondit, vlera e investimeve dhe sektorët prioritar do të përcaktohen në fazën e projektimit, pas analizës së ekosistemit të inovacionit dhe praktikave më të mira europiane. Përgjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 30 vatra zjarri, 8 nga të cilat janë ende aktive, ndërkohë që në përditësimin e situatës, Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se për shuarin e flakëve janë angazhuar 54 automjete zjarr fikse dhe 502 forca operacionale. Pajisjet dhe makineritë e importuara me qëllim përdorimin e tyre në industrinë ushtarake do të përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import. Sipas ndryshimeve ligjore të botuara në fletoren zyrtare, tashmë në fuqi, do të përjashtohen nga TVSH në import lista e makinerive dhe e pajisjeve që janë drejt për drejt të lidhura me investimin në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 500 milion lek, nga ose për llogari të subjekteve të licencuara nga Autoriteti Shtetëror Përgjegjës për Industrinë e Mbrojtjes, në bazë të ligjit për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, për ushtrimin e veprimtarive të licencuara duke përfshirë makineri dhe pajisje të nevojshme për prodhimin e mallrave ushtarake dhe të mallrave teknologjike me përdorim të dyfisht. Autoriteti doganor bashkëpunon me Ministrinë e Mbrojtjes për të evidentuar subjektet e licencuar nga Autoriteti Shtetëror Përgjegjës për Industrinë e Mbrojtjes në bazë të ligjit. Subjektet e licencuara duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar me qëllim përfitimin nga kjo masë, i cili përfshin kopje të licencës së vlefshme të lëshuar nga Autoriteti Shtetëror Përgjegjës për Industrinë e Mbrojtjes sipas ligjit të vitit 2024 për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake të subjektit për llogaritë të cilit kryhet investimi. Deklaratë që konfirmon se makineritë dhe pajisjet që importohen shërbejnë drejt për drejt për ushtrimin e veprimtarive të subjektit të licencuar sipas ligjit të mësipërm, si dhe relacion shpjegues për marrëdhënien e personit të tatueshëm të përcaktuar
dhe i subjektit e licencuar nga Autoriteti Shtetëror Përgjegjës për Industrinë e Mbrojtjes sipas ligjit në fuqi. Në listën e madrave të përjashtuara në import janë njësër produktesh që nga ato që përdoren në ndërtim, artikuj prej gize apo çeliku, vegladore, makineri, impianta apo pajisje laboratorike, autoveturat, mjetet e transportit për madhra, mobilerit mjekësore, kirurgjikale, dentare ose veterinare, ndriçues e të tjera. Stina e verës ndryshon edhe strukturën e konsumit në tregun farmaceutik, krahas produkteve të përdorimit të përditshëm për gjatë muajve të nxehtë, rritet edhe kërkesa për medikamente dhe preparate që lidhen me dehidratimin. Në operacionet për shuarjen e zjarrit janë angazhuar 54 automjete zjarfikse dhe 502 forca operacionale, ndërsa në mbështetje janë angazhuar 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopterë dhe avioni Air Tractor i forcës ajrore. Në Dajt vijon puna për shuarjen e zjarrit, nuk ka rrezik për zonat e mbuluara, ndërsa në Prisk dhe Çakallesh gjithashtu vijojnë operacionet pa rrezik për komunitetin. Në Riban, Graçan dhe Panahor, Bashkia Mallakastër vijon operacioni për shuarjen e zjarrit në një teren të vështirë, ndërsa aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në qarkun Elbasan vijon puna në vatrat e Shqiponjës, malit të Dardhës dhe Mjekësit. Zjarri në Shqiponjë është nën kontroll, ndërsa vatra në malin e Dardhës është izoluar, por nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Kostren, Bashkia Berat vijon puna për shuarjen e vatrës reaktivizuar me angazhimin e forcave dhe mjeteve zjarfikse. AKMC dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile vijojnë monitorimin e situatës dhe koordinimin e ndërhyrjes në të gjithë territorin. Do të ecim me tjera informacione, Instagrami po konfirmohet si rrjeti social më i preferuar nga të rinjtë në Shqipëri, ku grup mosha nga 25 deri në 34 vjeç përbën edhe audiencën më të madhe të kësaj platforme. Facebook vijon të jetë rrjeti social me numrin më të madh të përdoruesve në Shqipëri, ndërsa Instagram po forcon gjithnjë më shumë pozicionin e tij, veçanërisht te brezat të rinj. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Napoleon Ket për muajin korrik tregojnë se gjatë vitit 2026 në Shqipëri janë regjistruar rreth 2 milion përdorues të Facebook dhe rreth 1.4 milion përdorues në Instagram. Në Facebook 55.3% e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa 44.7% janë femra. Një prirje e ngjashme vjetre edhe në Instagram, ku 52.2% e përdoruesve janë meshkuj dhe 47.8% femra, duke treguar një shpërndarje më të balancuar krahasuar me Facebook. Sa i përket grup moshave, përdoruesit 25 deri në 34 vjeç përbëjnë audiencën më të madhe në të dyja platformat. Në Facebook, kjo grup mosh zë 32.9% të totalit të përdoruesve, ndërsa në Instagram pesha e saj është edhe më e lartë, duke arritur në 36.5%. Pastaj renditet grup mosha 35 deri në 44 vjeç dhe 18 deri në 24 vjeç, ndërsa përdorimi i rrjeteve sociale bie gradualisht te moshat mbi 45 vjeç. Të dhënat tregojnë se megjithse Facebook ruan avantazhin në numrin total të përdoruesve, Instagram po konsolidohet si platforma kryesore për të rinj dhe për përmbajtjen vizuale, duke tërhequr një përqindje më të lartë të përdoruesve në moshat aktive. Statistikat ofrojnë një panoramë të qartë të mënyrës se si shqiptarët përdorin rrjetet sociale dhe mund të shërbejnë si një tregues i rëndësishëm për bizneset, reklamuesit dhe krijuesit e përmbajtjes që synojnë të arrijnë audienca të ndryshme sipas moshës dhe platformës. Ka përfituar më shumë financime nga Bashkimi Evropian në 212.8 milion euro në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, ndërkohë vendi ynë po investon në modernizimin e infrastrukturës sekurudhore, internetin me brez të gjerë dhe përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike. Vendet e Ballkanit Perëndimor po përparojnë me ritme të ndryshme në zbatimin e reformave. Në një analizë e UE Balkans EU theksohet se Malezi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shënuar përparimin më të madh, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina dhe Kosova mbeten në fund. Përparimi i Serbisë ndërkaq është ngadalësuar kryesisht për shkak të faktorëve të brendshëm. Sipas Komisionit Evropian, plani i rritjes po zbatohet me ritëm të plot, me 673.6 milion euro të disbursuara që nga nisja e programit. Që nga maj 2024, plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor ka sjellë përfitime të prekshme për rajonin dhe qytetarët,
Me mbështetjen tonë, partnerët tanë po zbatojnë reforma kyçe që hapen rrugën drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëdhënësi i Komisionit Evropian, duke bërë të ditur se janë miratuar 6 agenda të reformave dhe 5 partnerë kanë marrë parafinancim me përjashtim të Bosnjë dhe Hercegovinës. Sa i përket financimit, Shqipëria ka marrë 212.8 milion euro, Serbia 167.5 milion, Maqedonia e Veriut 142.1 milion, Malezi 91.2 milion dhe Kosova 61.8 milion. Bosnja dhe Hercegovina nuk ka marrë ende asnjë pagesë, ndërsa shuma e caktuar fillimisht për këtë shtet tashmë është zvogluar. Sipas UE Balkans, ndryshimet më të dukshme në terren janë regjistruar në Shqipëri, Maltezi dhe Maqedoni të Veriut, përfshirë digitalizimin e një pjese të shërbimeve publike, thjeshtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve dhe rritjen e investimeve në infrastrukturë. Shqipëria po investon në modernizimin e infrastrukturës sekurudhore, internetin me brez të gjerë, përmirësimin e rrjetet të energjisë elektrike dhe pajisjen e shkollave me teknologji digjitale. Të gjitha projektet e financuara në kuadër të planit të rritjes pritet të mbyllen deri në fund të vitit 2027 dhe nuk do të zgjatet afati i zbatimit. Vendet që nuk i përmbushin zotimet do t'i humbin fondet e parashikuara, të cilat më pas do t'u rialokohen shteteve të tjera të rajonit. Plani i rritjes ka vlerën e përgjithshme për 6 miliardë euro, prej të cilave 4 miliardë janë kredi me kushte të favorshme dhe 2 miliardë euro grante. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor synon afrimin ekonomik të vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian përmes integrimit gradual në tregun e përbashkët evropian, forcimit të bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe përshpejtimit të reformave themelore. Radhët e pafundme në pikat e kontrollit të sigurisë po i shtyn aeroportet kryesore të Europës që të çaktivizojnë sistemin e tyre të hyrje-daljes, kur vonesat për shkak të numrit të madh të udhëtarëve që mbrin në vendet e tyre bën shumë të gjata. Udhëtarët po përjashtohen nga skanimet e fytyrës dhe mbledhja e gjurmëve të gishtërinjve sa herë që radhët bëhen shumë të gjata. Sistemi i ri biometrik i kontrollit kufitar të Bashkimit Evropian po shkakton vonesa kaq të gjata për udhëtarët e verës, saqë disa aeroporte po i drejtojnë një zgjidhje të thjeshtë, ta fikin atë kur janë të mbingarkuar nga udhëtarët që mbërrin. Zgjidhja e shpejtë e cila lejohet sipas rregullave të Bashkimit Evropian nuk ishte ajo që ishte parashikuar kur sistemi hyrje-daljes u prezantua në tetor dhe hyri plotësisht në fuqi më 10 prill 2026. E megjithatë shumë aeroporte po bëjnë pikërisht këtë. Drejtorët ekzekutiv të linjave ajrore, autoritetet kufitare dhe zyrtarët e aeroporteve thanë se kontrollet biometrike pezullohen kur pikat kufitare mbingarkohen në qendra të tjera, duke përfshirë Frankfurtin, Brukselin dhe Milanon. Sistemi ES zbatohet për qytetarët jashtë Bashkimit Evropian që hyjnë në zonën Schengen me 29 vende anëtare. Në vend që të shkojnë te një agent kufitar për të vulosur pasaportat, pasagjerët duhet të përdorin një kiosk ES për të dhënë gjurmët e gishtrinjve dhe për të fotografuar, të dhënat të cilat do të mbahen në dosje për 3 vite, por nëse këto nuk funksionojnë, atëherë informacionet duhet të merret manualisht. Pastaj ata shkojnë ose te portat e pasaportave elektronike ose te agentët kufitar për të hyrë. Qëllimi është të mbahet nën kontroll nëse vizat kanë kaluar afatin e qëndrimit. Shumë aeroporte, porte, kalime kufitare rrugore dhe terminale kurorëdore janë përshtatur me kërkesat e reja, por vendet me shumë turistë kanë parë rritje me orë të tëra. Nën presionin e industrisë së udhëtimeve, Komisioni Evropian vendosi një përjashtim për sezonin e verës që zgjat deri më 6 shtator. Rregulloria përfshin mundësinë për të pezulluar përkohësisht të regjistrimin e të dhënave biometrike në rast të rrethanave të jashtëzakonshme gjatë verës. Sistemi i hyrje-daljes u miratua në 2017, por u vënua për vite me radhë sepse autoritetet kufitare nuk ishin të gatshme të përballonin ngarkesën shtesë të punës. Sipas meteorologëve, kjo verë në Itali është regjistruar si më e nxehta në 100 vitet e fundit. Vala e 4 me radhë të nxehtit në vend pritet që të zgjasë të paktën 10 ditë të tjera, ndërsa pranë Napoli termometri ka arritur në 48 gradë Celsius. Një valje pa parë nxehtësie po godet Italinë, pasi sipas meteorologëve, kjo verë është regjistruar si më e nxehta në 100 vitet e fundit. Në korrik u thye edhe rekordi i temperaturës së vitit 2003, i cili deri më tani konsiderohej viti më i nxehtë që nga fillimi i matjeve shkencore. Valja e 4 të radhazje të nxehtit në vend pritet të zgjasë të paktën 10 ditë të tjera. Në zonën afragola të Napolit, termometri arriti 48 gradë Celsius. Mbrojtja civile njoftoi se të premten 26 qytete janë në të kuqe, niveli më i lartë i alarmit për shkak të nxehtësisë
lartësisë së madhe. Në Bizeli të Puljes, një 81 vjeçar humbi jetën ndërsa përgatitej të zhytej në det, ndërsa shkaku i vdekjes i atribuohet arrestit kardiak për shkak të temperaturave të larta. Gjatë 2 muajve të fundit, rajonet veriore, qendrore dhe jugore të Italisë kanë qenë në presion të vazhdueshëm me val të pandërprera të nxehtit. Në Sardenj, fermerët dhe blegtorët që kanë pasur dëme të konsiderueshme për shkak të nxehtit dhe thatësirës kanë kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për të marrë mbështetje të menjëhershme shtetërore. Në Gjenova, bashkia vendosi të zgjerojë masën e hyrjes falas për qytetarët mbi 65 vjeç në një numër muzesh gjatë orëve më të nxehta të ditës, ndërkohë në rajonin e Anconës, me mbështetjen e vullnetarëve, të mëshuarve po u dërgohet ushqimi në shtëpi për të mbrojtur nga nxehtësia e lartë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar 2 urdhra ekzekutive për të konfirmuar të drejtën e shtetësisë në lindje, edhe pse gjykata e lartë e hodhi poshtë përpjekjen e tij të mëparshme. Në vitin 2025 në SBA u regjistruan 3.6 milion lindje. Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi 2 urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë në lindje, duke sfiduar edhe një herë një dispozit të kushtetutës, edhe pse gjykata e lartë hodhi poshtë përpjekjen e tij të mëparshme. Kufizimi të drejtës së shtetësisë në bazë të lindjes ka qenë një nga prioritetet kryesore në goditjen e presidentit republikan ndaj imigracionit, me shtëpinë e bardhë që pozicionon veçanërisht atë që i quhen turizëm lindje, në të cilin të huajat 7 zëna udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për të lindur. Pas pengesës së 30 qershorit në gjykatën e lartë, Trump i bëri thirrje Kongresit të veprojë, por ai zgjodhi urdhra ekzekutiv të cilët përcaktojnë politikat, por nuk kanë të njëjtën peshë si ligjet e miratuara nga Kongresi. Gjykata e lartë kishte rrëzuar se jo kushtetues urdhrin ekzekutiv të mëparshëm të Trump, i cili synonte një numër të gjerë migrantësh në vend në mënyrë të palishme ose të përkohshme. Administrata argumenton se direktiva e re bie jashtë fushëveprimit të vendimit të gjykatës së lartë, pasi kërkon të riinterpretojë përjashtimet e ngushta historike të shtetësisë në lindje dhe të zgjerojë se kush nuk është e kualifikuar. Qendra për studimet e imigracionit, e cila mbështet nivele më të ulta të imigracionit, vlerëson në një analizë në vitin 2020 se midis 20.000 dhe 25.000 nëna erdhën në Shtetet e Bashkuara për turizëm lindje në një periudhë njëvjeçare midis viteve 2016 dhe 2017. Në vitin 2025 në Shtetet e Bashkuara pati 3.6 milion lindje. Urdhrat e rinj të Trump mund të përballen me sfida ligjore. Ekspertët thanë se ishte paqartë se çfarë efekti mund të kenë dhënë urdhrat ekzekutiv në vendimin e gjykatës së lartë, ndërsa avokatët e imigrantëve quajtën atë një përpjekje për të shmangur vendimin e gjykatës së lartë. Një gjyqtar në shtetin Amerikan të New Mexicos ka urdhëruar platformën Meta që të paguajë $567 milion dhe të rishikojë mënyrën se si funksionon Facebook dhe Instagram për përdoruesit e rinj. Një gjykatës në New Mexico vendosi se Meta krijoi një shqetësim publik që dëmtoi shëndetin mendor të fëmijëve, duke urdhëruar kompaninë të paguajë mbi $500 miliardë dëm shpërblim dhe të rishikojë veçoritë e sigurisë në Facebook dhe Instagram. Një gjyqtar në shtetin amerikan të New Mexico ka urdhëruar Metën të paguajë $567 milion dhe të rishikojë mënyrën se si funksionojnë Facebook dhe Instagram për përdoruesit e rinj. Ky vendim vjen gjithashtu përveç dëmeve për $375 milion që një uri urdhëroi kundër Meta në mars, duke quar përgjegjësinë totale të kompanisë në New Mexico në $942 milion. Vendimi i marsit arriti në përfundimin se Meta shkeli ligjin e shtetit për mbrojtjen e konsumatorit, duke mashtruar publikun në lidhje me sigurinë e platformave të saj për fëmijë. Afërsisht 3/4 e $567 milion që do të paguhen gjatë 5 viteve do të financojnë trajtimin e shëndetit mendor për të rinjt. Pjesa tjetër do të shkojë për programet e parandalimit, shqyrtimin dhe shërbimet përkatëse. Gjykatësi urdhëroi gjithashtu Metën të bënte ndryshime të drejtpërdrejta në Facebook dhe Instagram, duke përfshirë kufizime mujore për përdorimin e adoleshentëve, kontrolle më të rrepta të njoftimeve, mbrojtje më të forta për kontaktin e të rriturve me të miturit, mbikëqyrjen e chatboteve të inteligjencës artificiale dhe trajtimin më të mirë të raporteve të abuzimit seksual me fëmijët. Kompania duhet gjithashtu të punojë me shkollat për të ndërtuar një sistem raportimi për sinjalizimin e përdoruesve të mitur dhe gjithashtu duhet të fshitë dhënat që mban për fëmijët në 13 vjeç. Ligji federal i privatësisë ndalon Meta të mbledhë të dhënat personale për të verifikuar moshat e fëmijëve, kështu që gjykata në vend të kësaj urdhëroi kompaninë të vazhdojë të përmirësojë mjetet e saj të vlerësimit të moshës të bazuara në inteligjencën artificiale. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këto kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.